Çfarë mësuam nga vdekja e shpatkasapit? Vdekja e shpatkasapit tronditi shumë njerëz. Jo vetëm sepse iku një artist i njohur, por sepse iku një djalë i mirë, një baba, një bashkëshort, një bir, dhe mbi të gjitha një njeri i thjesht, që kur nuk u pa të bënte keq, të ngrinte zërin, të shkelte mbi dikë. Ai iku papritur, dhe ikja e njeriu të mirë lë gjithmonë zhurmë të heshtur pas vetes, zhurmën e dhimbjes, të mungesës, të pyetjeve pa përgjigje. Njerëzit shpesh e harrojnë sa e brisht është jeta, derisa një lajm i rënd u akujton. Vdekja e shpatit ishte pikërisht ajo goditje që na bëri të ndalojmë për pak sekonda, të dëgjojmë zemrën tonë dhe të pyesim, çfarë po bëjmë me jetën tonë, ku po shkojmë, si po sillemi me njëri tjetrin. Në traditin islame thuhet, vdekja është këshilluesja më e madhe, dhe vërtet, asnjë fjalim, asnjë libër, asnjë ligjërat nuk të zgjon shpirtërisht sa largimi i një njeriu të mirë. Shpati nuk ishte thjesht një këngëtar, ai ishte biri një nëne që e deshi me shpirt. Ishte babai një djali të vogël që tani do të rritet me mall, me pyetje, me fotografi. Ishte bashkëshort që mbështeste familjen e tij, i qetë, i butë, i urtë, dhe kur largohet një njeri i tillë, dhimbja nuk shpërndahet njësoj. Ajo prek çdo zemër ndryshe. Njerëzit e zakonshëm flasin për disa ditë dhe pastaj e harrojnë. Kjo është natyra e kësaj bote. Dje ishim të tronditur, sot pak më pak, nesër pak më pak, dhe koha i zbeh kujtimet e atyre që nuk i kemi të afërt. Por ajo që harrohet nga ne, nuk harrohet kur nga familja. Ata nuk kanë luksin e harresës. Një nën mbetet pa bir. Dhimbja e nënës është dhimbja më e rëndë që ekziston në tokë, sepse një nën nuk e njeh konceptin e dorëzimit ndaj fatit kur vjen puna tek fëmia i saj. Një nën e di çdo detaj të birit të saj, hapin, zërin, aromën, buzëqeshjen. Ajo e di edhe heshtjen e tij. Tani ajo ka një heshtje tjetër, heshtjen e mungesës së përjetshme. Nuk ka dhimbje më të madhe dhe nuk ka fjalë që mund ta ngushëllojnë. Ne mendojmë se po e ngushëllojmë, por ajo as vet nuk e di si të ngushëlloj veten. Një djalë mbetet pa baba. Një fëmijë i vogël që nuk e kupton plotësisht çfarë ka ndodhur, por e ndjen boshllëkun, e ndjen mungesën e një figure që Zoti e ka krijuar si mburoj, si forcë, si dorë që të prinë në jetë. Ditët do të vinë kur ai do të pyes: "Ku është babi?" Dhe asgjë nuk është më e vështirë se sa t'i shpjegosh një fëmije se ata që duam më shumë, një ditë ikin. Një grua mbetet pa shtyllën e shtëpisë, pa burrin që e ka mbështetur, pa partnerin që ka ndar vitet e jetës, pa njeriun me të cilin ka ndërtuar ëndra, shtëpi, plane, shpresë. Tani ajo duhet të bëhet e fortë për veten, për fëmijën, për familjen. Të buzëqesh kur zemra i çahet brenda, të jetë dritë kur shtëpia është bërë më e errët. Këto janë humbjet e vërteta që njerëzit nuk i shohin. Këto janë plagët që nuk i sheh kamera, as rrjetet sociale, as bota. Zoti i Madh e lehtësoft rrugën e saj. Dhe pastaj jemi ne, njerëzit që e kemi parë në këngë, në intervista, në dalje publike. Ne flasim, shkruajmë, komentojmë. Por Shpati nuk ishte thjesht artist. Ai ishte njeri me moral të pastër, njeri që nuk e ngriti zërin kurrë, njeri që nuk kërkoi famë me skandale, njeri që respektonte njerëzit, që nuk e ngushëllonte veten me dëm të askujt. Në fen islame thuhet, nuk e përfundon jetën mirë përveç njeriu të mirë. Dhe mënyra si u fol për Shpatin pas vdekjes së tij është dëshmi, sepse për të gjithë ata që ikin, njerëzit tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Disa i përmendin me të keq, disa i harrojnë menjëherë, por për Shpatin të gjithë folën mirë. Të gjithë folën me dhimbje, dhe kjo është një shenjë mëshire nga Zoti. Vdekja e tij na mëson shumë, na mëson të jemi njerëzor, të mos i shtyjmë fjalët e mira për më vonë, të mos kursejmë faljen, të mos jetojmë me inat, të mos lëndojmë askënd, sepse nuk e dim kë ka Zoti më afër tek vetja. Na mëson të kujtojmë se çdo kush ka dhimbjen e vet, dhe se një fjalë e butë mund të jetë sadaka. Na mëson se jeta nuk matet me vite, por me zemër. Dhe zemra e Shpatit ishte e bukur. Në fund të fundit, kthimi është tek Zoti. Askush nuk merr me vete famën, pasurinë, suksesin, lavdërimet. Marrim vetëm veprat e mira, butësinë, zemrën, respektin. Shpati iku, por la një mesazh: jetojeni jetën me zemër të pastër. Bëni mirë, mos e dëmtoni askënd, sepse një ditë gjithçka mbaron. Por ajo që mbetet pas jush është mënyra si i keni bërë njerëzit të ndihen.
Allahu e mëshiroft shpatin, i andriqoft varrin, i dhënd qetësi në botën tjetër dhe e shpërbleft me xhenet, i qoft pran familjes së tij në këtë dhimbje të madhe. Amin.